Njësia speciale intervenuese e njohur si NSI është krijuar një vit para shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Operon në nivel qendror në territorin e Republikës dhe është trajnuar për të intervenuar në detyrat operative speciale me nivel rreziku ekstremisht të lartë. Ky njësit i përgjigjet kërcënimeve që rrezikojnë sigurinë e përgjithshme publike, jetën e njerëzve ose operon në rivendosjen e ligjit dhe rendit publik. Vetura në drejtim Kjuin. Po ashtu pjesëtarët e NSI-s aktivizohen në lirimin ose shpëtimin e pengjeve, ndjekjen dhe arrestimin e kriminalëve me rrezikshmëri të lartë. Neutralizimin e të dyshimtëve të rrezikshëm në rastet e përdorimit të armëve të zjarrit, duke vënë në funksion dhe ekipet me snajper gjatë planeve operative kur kërkohet. Një person të dëshuar për vërim. NSI është trajnuar nga instruktor ndërkombëtar brenda dhe jashtë vendit, ndërkaq është pajisur me teknikën më të fundit për menaxhimin e situatave në pajtim me misionin. Prej krijimit të NSI-s deri më tani, ky njësit ka marrë pjesë në implementimin e shumë operacioneve policore me rëndësi të veçantë, të cilat I ka kryer me sukses të plotë.